Sa bukur flisni për nënsin, zonja Kozeta, por ju keni përjetuar një nga dhimbjet më të mëdha në jetë, humbjen e fëmijës. Ishte e tmerrshme. Si e përjeton një nën humbjen e fëmijës? Ishte e tmerrshme. E përcolla të dera ditë. E përcolla, isha me djalin e vogël. Ati i dha ca detyra për të bërë, edhe mua më dha ato të puthurën e zakonshme që më jepte në ballë, sa herë hikte, sa herë vinte, më puthte në ballë. Edhe iku dhe serdhi më. Iku dhe serdhi më, nuk mund ta besoj edhe sot si ka mundësi. Si ka mundësi, ishte ora 6 e masdites. Kur iku, nuk e di. Nuk e di, ishte një tmerr, nuk doja. 2 vjet e gjysmë nuk kam dal nga shtëpia. 2 vjet e gjysmë nuk dola nga pragu i shtëpisë. Kisha një libër me tregime në kompjuter, ka mbetur aty, siç ka qenë, sepse mua më shtharë shpirti. Unë nuk kam motiv. Nuk kam motiv. Por ju tani forcën e gjeni tek niprit tuaj. Po. Ju përmendet niprit, e përmendet që jeni shumë e lidhur me niprit. Shumë. Me fëmijët e Sokolit, Sokol Eldashit. Si është raporti juaj tani me fëmijët? Unë ju them hajteni te mami, edhe pse kanë mamin, e kanë shumë të mirë mamin. Dhe mama tyre është pedagoge në universitet, punon shumë, jashtë maze punon për të rritur këta fëmijë. Është shumë tolerante, është shumë komunikon shumë bukur me fëmijët. Dhe fëmijët janë shumë të lidhur me të dyja ne. Janë shumë të lidhur. I vogli punon, ka filluar punë, i madhi ndes ka filluar punë. Çfarë moshe janë? I vogli bëri 24 këtë muaj, kurse i madhi është 26 i ka lënë. 26 i ka lënë. I shojnë si 2 nëna. Janë po, tamam, si 2 nëna. Janë shumë të mirë, nuk kanë vese, hiqa të duhanin, se duhanin i kanë gjarë tjati duhet për duhanin, po janë çuna të mirë, janë çuna me zemër, janë çuna që t'japin dashuri. Po, gjithsesi Sokoli ishte edhe figurë publike, Sokol Eldashi, biri juaj. Po si e pritët ju kur ai filloi t'i futet jetës publike? Si ju duk juve, domethënë, T'ju them të drejtën, Sokoli mbaroi për jurisprudencë. Dhe duket influenca ime, ku diun se çfarë, e çoi në gazetari. Ai punoi, kur ishte student, punoi në agjensinë telegrafike. Që kur ishte student, pastaj me radhë vazhdoi të punonte te ATN-ja, atje u bë kryeredaktor, punoi te Albania zëvendës kryeredaktor. Pastaj në një moment që ai nuk e dinte fare, kishte ndruar jetë vllai Spartak Ngjellës dhe unë isha atje, sepse kemi qenë në internim bashk, edhe isha atje ndihmoja, dhe u ktheva që nusja Koli të vinte të bënte ngushëllimin këtu. Shkova në shtëpi, kur shkova në shtëpi, dëgjova në radio që Sokol Eldashi po garon me partinë. Jo, po garon për sekretar për marrëdhëniet me publikun, me ish-kryetarin e parlamentit. Se tash jam dhe unë që ka qenë burg gjithë, ma kujto pak. Së mbaj më tani asun, për cilin periudhë po flitet? Të fillimit fare. Do me thënë, aplikoj aty? Jo, fare. E kandiduan vetë? E kandiduan vetë. Do me thënë, ai zinte gjë fare. Nuk dinte fare. Unë e dëgjoj këtë. E dëgjoj këtë dhe kur kthehem pastaj që se unë erdha që të mbaja kalamajt. Dhe pastaj unë erdhi nusja dhe unë shkova prap atje. Edhe i them Kolit,
Ore, Koli thash unë kështu dëgjova në radio. Çfarë flet, më tha mua. Po thash unë dëgjova me këta vesh. Dhe e kishin bërë vetë. Dhe Ylli Rakipi, që ishte kryeredaktori i Albanis, i thot Kolit pastaj se kishte faqen politike Koli, i thot Kolit, tash ti u zbulove, thot, se ne jemi gazeta politike, i u zbulove, thot, edhe do ta lësh faqen politike, do marrësh faqen e Kosovës. Ua, E mori faqen e Kosovës Koli për ca kohë, dhe pastaj shkoi aty, i la çelsat, i tha unë po iki. Edhe ngeli ca kohë kështu, pastaj te një revistë, po prapë që e nxirnin këta të Kosovës, e bën zëvendës kryeredaktor, shkoi atje punoi. Pastaj te atë, do më thënë si ta thush, pastaj e zgjodhën nga ATN-ja, e propozuan për kryetari i forumit të rinisë.